Zgjedhjem producentin më të mirë të vitit. Adelina, beson në producent të mirë? Beson Adelina në bëri një producent të ftyrë shumë e mirë? njerë, jo. Hajde atëherë. Do të shkoj unë këtu Me që afer. gazmendin ala, do me thënë, ne do të shkojmë Zemra ime, për një tjetër çmim. ja, na trego se kush është producenti më i mirë. A ekzistojnë producent botën shqiptare në plot kuptimin e fjalës? Po, Mas jemi të zikut? po, Okej. Producenti i vitit, bazë të votave të Zhurma Show Awards 2008 është plot kuptimin e fjalës producent. Gens Prelvukaj! yes! Urime, urime, urime. Faleminderit shumë Adelina. Shumica neve personalisht e marrin vetë si kompozitorë që punojnë në për studio, po derisa më jap disa sharrime tjera. Ju nështë e dini që unë drejtoj edhe kompaninë Gramofon Entertainment që ka bërë realizimin e shumë videoklipeve, pagesën, shumë të punëve, të reklamës. Kemi bo albume, do më thënë, për Mirsa Kërçelin, Dafina Zesirin, Lurik Olsen, Goran Krasniqin edhe shumë tjera. Po ashtu jemi marrë me lehtësimin e punëve tyne. Do më thënë këto albume që i përmena edhe shumë albume tjera, do më thënë e kemi mbulu si kompani, do më thënë shpenzimet që ja kemi lehtësu dhe këngëtarëve këtu kushte shumë të vështira. Edhe kështu që ma shumë për marrë këtë çmim, do më thënë ndihmën ndaj këngëtarëve që kom jep se sa për shërbimin, do më thënë që kom bon studio apo në punë tjera, do më thënë që na janë ofru. Faleminderit shumë.